Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në kafe me Fiqërien dhe Albolena Sakirin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Albolena dhe faleminderit që jete ku, sepse na njerëzit shumë prej neve mendojnë që nuk e vlerësojmë bashkëmjaftueshëm kur dikush merr kohë për neve. E marrim si diçka të mirëqen. Për mua nuk është absolut të mirëqen kur dikush thotë po kam kohë me ardhë dhe me dalë me ty. Edhe është e vërtetë që kur e dojmë dikën, edhe kur e vlerësojmë dikën, sado që t'jemi ngarkuar, sado që jemi me angazhime të ndryshme, non, me fëmijë, me punë tjera, po kur na tërheq shpirti edhe e vlerësojmë njeriu, prapë gjejmë kohën, sepse këto janë justifikime shumë mëdha që shumica njerëzve thonë sa nuk kam kohë, s'kam kohë. S'mundem, e faleminderit që e gjete kohën. Faleminderit edhe prej teje. Edhe pse i kena disa plane bashkë, domethënë unë dhe Albolena kemi vendosur që me sjell disa podcasta, jo vetëm këtë, por që thjesht me vazhdu me disa podcasta, sepse e mendojmë të dyja që është shumë efektive, sepse sigurisht sidomos nana ka që i vendosin vetës limite për me arrit disa gjana në jetën e tyre, disa kufi që mendojnë se nuk munden, po ndoshta se edhe nuk përkrahen, po a duhet çdo herë me prit përkrahjen nga dikush, apo thjesht kur dojmë diçka edhe i kemi qëllimet e qarta, ja dalim edhe vetë, edhe ka përkrahjen e dikush. Kur e ki qëllimet e qarta, kur din çka don, atëre navigacionin si kur një kërë kur një e qëtë navigacionin edhe të qonë atë drejt qëllimit tanë. Kur nuk je fort e qartë, ose nuk din këto po du, ato po du, atëre shkon pak andej, pak ne, ama kur ka nuk je në atë rrugtimin tonë që duesh, ose që ki nevoj, ose që ta do në zemra faktikisht, edhe aty është shumë mirë me marrë do njëherë një kohë të lirë, ose kohë për vetën, në kohën e qartë, që ka po duone me shku. Pa marrë parasysh, të në gjanje familjare gjindesh, qoftë ajo që i ki fëmijë të vogjel, fëmijë të mëdhej, apo nuk i fëmijë edhe ajo mundet me konë, jeton me një vend ku nuk të pëlqen, nuk është për ty, edhe ajo ka ndikime shumë, për që ata me hek një krejt ato ndikime me konë ose natyrë, ose në qatë moment që ka të bon ty mirë, në ti mirë, edhe një analizu pak senet më ndryshe, edhe nështë me shkru, dikuna një mon shkrimi, dikuna një mon meditimi, ajo është për herë pak individualisht, përse të cilën pak më ndryshe. E bëj një prezentim shkurt, pushemi, unë edhe pse pushamu disa njerë për jasë në shamë jofen, po si do qoftë, unë jam një Fiqërie Galica Stojkaj, hipnoterapiste në profesion dhe mentor zhvillimi shpirtëror, po ashtu punoj me astrologji dhe numerologji. Kjo dhe më thonë është profesioni im, kurse jo, nëse mos prezentohem me pjesën e egos, po me shpirtëroren. Albolena, një prezentim? Edhe unë jam Albolena Sakiri. Jam edhe një hipnoterapiste, e kom vazhdu shkollimin për Family Constellation dhe epigenetische bewusstseins coach. Punoj edhe në ma shumë në bazë spirituale, mirë po që ka për mu shumë e rëndësi që të punemi është edhe familja. Se shumica e ndikimeve, përjetimeve e krejt senet i kemi nga familja, ose i kemi trashëgu. Edhe ajo është kjo pjesa e kësaj epigenetit që e bëmë. Edhe Family Constellation. A mundesh për shembull për disa njerëz saktë me shpjegu Family Constellation çka i bën? Family Constellation çka i bën faktikisht i ki ose në bazë figurave që i qet temën tonde, qoftë ajo plakata, qoftë ajo ndaj problem familjare ose në zgjedhje, po lloj mundësia, ose në qoftë alergjia, smundje, të ato mundesh me qitë një Family Constellation. Çka trajton ti ta mon me qëti?
shumë sene. S'mundesh Kaluaren, përjetimet, të dyjat, mundet edhe të shërim emocional, shërim shpirtëror, shërim fizik, apo çka? të kaluaren, të tashmen, aty jonë krejt përbashkë. Në qoftë se e kina i smundje, se shpesher edhe smundjet është një temë në veti, mirë po shpesher e munden edhe me konë trashëgim. Qoftë ajo naj përjetim, naj traum, jo e jotja, po para arsit tuj. Dhe më thonë, trashëgimia e smundjeve trashëgohet në mënyrë energjetike apo Qelizave. që regjistrohen dhe më thonë sistemin e njeriut edhe ato si. Secili për njëve ka qeliza. Kur formuhet një bebe, merr një pjesë nga nona, një pjesë prej kromozomeve nga baba dhe formuhet një individ në veti. Mirë po, disa përjetime trashëgon prej nonës, disa përjetime prej babës. Edhe smundja nuk është vetëm smundje. Smundja mundet me të shfaqë të ti në bazë një trauma që u ka më herët. Nuk do me thonë që para arsyet ka qenë smund. Ka përjetu diçka që nuk ka përpunu dhe të ti shfaqet jonë edhe ato. Interesant. A ki kohë mjaftueshme të babave, a ki përkrajen që profesionin të që e bën? Përkraje mash... Që del, se mendoj se shumë gra, shumë nona shkojnë e ushtrojnë e bojnë një punë pa veç, pa qefiq, edhe nuk janë të lumtura. E sa është të rëndësishme për ty me bo një profesion një punë që të pëlqen shumë, që gjonë ku për ta, edhe për fëmijët edhe për të familje. Me rëndësi është pikë e parë shumë, pikë e dyti, kur bën diçka me gjithë zemër, nuk lodhesh asnjëherë. Sepse çajo punë ty t'jep energji, nuk të merr energji, po t'jep energji. Qysh me gjithë që se shumë për shembull e di që e kanë problemi kryesor, ose sfida kryesore, është kjo që nuk po di njerëz me gjithë ato çka e dojnë vërtet, do të thonë janë krejt në matrix, shkojnë krejt me sistem, vojnë punë, ndihen t'lodhur, ndihen bosh për vetes. Unë mendoj që puna luan rol shumë të madh në lumturinë e jetës. Natyrisht që po. Mirë po, ti ka njerë i disa situata që dishta po s'dishte duash më bu qatë. Se je e mvarë, unë është edhe disa saj pune, mundet me po një edhe vetë ushqyse që nëse s'punon s'ka kur gjubër me hunger, kështu që duhet. Mirë po... Po s'duhet më nejë gjithmonë qatë sistem, qatë kafes. Për ato, nëse nuk e ndin vetën mirë, nuk je lumtur me qatë punën që bën, atëre e ki mundësin me zjedhë opet diçka ndryshe, më ullë, më shkru në shtatë ose në qka të pëlqen, ose qas të pëlqen bashkë që ajo puna. Ti ke punu për para me medicina, po në spital? Po në bashkë. Që më përbuva dhe më herë, po në Santona. Po. Që shi gjithë të qëfar inputit të aki që bune që le punën në spitale, ta shtë punë më shumë në pjesë shpirtërore. Shumë... Shpesoj se mi kam dëgjuar njëse palë. Shumë interesant. Edhe mikrofoni s'pora bërë, kështu që është ta vjen nga zemra. është shumë interesant. Edhe që kjo pjesë më pëlqen shumë se njerëzit gjithmonë shkojnë nisen nga perfeksionizmi, e kur dojmë shumë perfeksionizëm, edhe kjo mundet me na bloku, kështu që Nana Alboledën kemi thonë, e bojnë podcastin në mënyrën më të natyrshme, të rrjedhi, ai që do me marrë diçka ka me marrë, ata që dojnë me gjetë diçka gabime, ata jo nego, nuk janë për këtë podcast, sepse na dojnë me tërheq vërtet njerëzit që janë paga shumë, siç jemi edhe ne vet, pa komplikime, pa perfeksionizëm, sepse vetëm që të mënyrë mundet njeriu me dëpërtu. Se perfekt nuk është askush, edhe që kjo është një pjesë që shumë njerëz i bllokon arritja sukseseve të veta ose qëllimeve, sepse presin nga vetja me qenë perfekt. Perfekt nuk është askush.
Edhe ata më të suksesshmit nuk janë perfekt, edhe ata u dosh me fillu dikon edhe me plot gabime, edhe kështu që gabimet edhe dështimet na çojnë gjithmonë afër suksesit. Edhe vazhdo ti me shpjegimet e tua qysh e gjete Albulinën, misionin e Albulinës. Është shumë pyetje interesante, sepse si fëmijë Se non e 3 fëmijëve, po. Domethënë, me gjetë misionin e vet, një femën që ka angazhime mjaft. Se duhet me reflektu shumë kur do me gjetë veten. Po. E mja dal me fëmijë edhe me gjetë veten misionin e vet që ka është me të vërtet një merit e madhe, është për lavdat. Sepse zakonisht nonat kur kanë fëmijë hupen, e din? Po. Stresohen, nuk marrin kohë hiç për veti, nuk reflektojnë, japen veç mas tjerëve, japen veç mas fëmijëve, veten e lojnë shumë anësh. Kështu që në këtë aspekt ti ke bua ato, edhe unë po valltash se nuk është shkollaj. nuk është shkollaj edhe këtë vlerë duhet me ditë edhe vetes, shumë. Ama shumica nuk ja din që të vlerë, sepse nështë edhe kolektivi i femrave ose i grave e kam bu për herë që truptin që shtu. E bëjmë shkollat. Po të kështë më një qërë për do në ti? Të marë kësaj rode pas, ma të kaftë. Faleminderit. Të e marrë të tonë. Inshallah, e mërë që ta, ma në mund që ta. Së një ko marrë shkollatën e zëtë. A dhuri që që kom njësë ma shumë, po ka njerë kom qef të kaftë, se shumë e zjesë dhe qashtu nuk është. Shumë interesant është, sepse na femrat jemi aq të fuqishëm na dhe që formohet një fëmijë. Sepse një gratë dhe që lind ose zhvillohet një foshnje, një bebe, një trup tani. Trupi ynë është aq i fuqishëm, aq shumë përballon që mundet edhe me lind edhe plot sene dhe s'di pse gratë për gra nuk e mbështetin njëna tjetrën, po vetëm këqyrin ku gabon, ose në qoftë se edhe dikush jetë një rrugë tjetër, me thonë, për mu nuk është ajo rrugë, po halal të koftë, që e ki bo, pesha një ndryshim edhe të tjerë, nështë edhe të fëmijët e tu, edhe bravo, adin, ose hiq bravo, thjesht me lon njerin rahat, me vazhdu rrugën e vetë. Po, e shumë pse ki bu qështu, pse s'ba ashtu, ti duesh qashtu. Po, se që kemi nanë, lejo që të pengojnë, po këqyën besare me të fundosë. Me të fundosë edhe me të shtyp për poshtë e krejtë. Edhe fund se fundit, kam nështë edhe familjeria, se të mi kom di shumë, edhe që nuk kom full për atë ndonja, po nuk o konë është edhe koha, nuk o konë vendi që u konë hapësira për me mujtë me folë, me thonë, hej, unë që ta pëndi, ose qka ka ndodhë, ose po shuj, nuk është ashtu, jo, s'ka që ashtu. Kur jam rritë, e kom pas në shkollë, një mësuse, që edhe sa dhe kësaj ditë, i falenderoj shumë. Ajo ka qenë mësusja e me klasës 3-4, ajo me neve shumë ka bo ushtrime, edhe që i thonë këta tramrajsen, edhe ajo është një falloj e hipnozës, që na ka jep aq shumë vetë besim, aq shumë na ka mundësu senet, që edhe ma vonë, kur jam rritë, po, i kom aktivizu që ato senet që i kom mësu klasën e 3-4, faktikisht, dhe për ata jom shumë falenderuese ndaj qasaj mësuses, po mësusja më e mirë që mundet me pas njeri, dhe kur jom rritë, kur kom litë, kur fëmija jeme ndonjëherë me disa vene, disa situata, nuk rrike hiq rahat, e mesha fëmijën edhe delsha për qësaj situate. Sepse ndisha fëmija jeme po ndjen diçka, po ndjen edhe ndjen se shumë ndishëm ju e fëmijë. Edhe që nuk din që ka ndodhë për para, a ju më përla 2 veta, si ju më përla, ata kur vinë aty e ndjenë. Aty, kom mendu që qika eme është fajn fili, që thënë shumice, është shumë e ndishëm.
Po në fakt fëmia nuk lind shumë e ndjeshëm kur prind nuk janë të ndjeshëm. Dhe aty ka dalë rrugtimi im i parë dhe në punë sa herë që shkojsha çdo herë jo, po çdo herë veshim tregojshim për problemet, për senet. Unë dësha me punu se ballë kisha senet në shtëpi me fëmijë me krejt, unë veç vesha me punu, dësha qetësi veti me pas. E kur visha aty nuk kisha fort qetësi. Njëri më vjen mirë që për fëmijët ose për njerëz që punë shumë mirë, që moshin me fol, me gjithë në zgjidhje. Unë në tjetër e ndisha që aty ka pak ma shumë potencial me bu. Dhe natyrisht nga ndiku edhe procesi i nënës teme. Smundjen e nënës teme që kemi përcjell familjarisht dhe mindseti. Ajo është një forcë jamja shumë e madhe, mirë po mundet edhe me imponu për t'i kam tjetër me ka prej një këndvështrim tjetër. Jo vetëm që kjo është e zezë, që kjo është e bardhë, po okej, ti që zezën e kinë është që tash, po çka t'jep në i përmirësim që kjo situatë që tash e ki, çka e sheti me mësu prej se për me mujt me dalë prej situatës. Shumica e situatave nuk është e ki qëta diçka dhe përse jeta që aty, po çka po do me të mësu, çka mundesh me marrë për veti për me vazhdu rrugtimin tonë. Po kjo është edhe ajo problemi tash po kam. Pra, shumica njerëzve nuk e kuptojnë se pse na shfaqen këto lloj sfida, problemet ndryshme në jetën tonë që janë thjesht për më na mësu, e jo për me net viktim aty. Po pse nuk dalin njerëzit për këtu se nuk e kanë mendjen të zgjidhja kur po vetëm të problemi. E tani që sa vite ti domethënë je transformu kështu nga ai identiteti përparshëm, se unë them gjithmonë derisa nuk e kuptojmë na që jemi të ndikohem nga rreti, nga bota jashtme, nga gjithçka jashtme, na jemi ty jetu një iluzion. Na nuk jemi ty jetu atë vërtetën tonë. Edhe që kjo është pika kryesore pse shumica e njerëzve, edhe pse materialisht i posedojnë gjitha, janë prapë zbras brenda vetes. Zbras, domethënë me vërtet zbras. Që kjo fjala empty që anglisht më pëlqen. Sepse kur nuk je duke jetu veten tonë të vërtet, atëre ty nuk përmbush kërgjoj jashtë. Unë them kjo është kur e gjon veten, kur transformohesh, kur hin atë identitetin tonë që ty është e jotja, në atë autenticitetin tonë, atëherë vërtet je ka jeton. Sepse edhe ti, edhe unë, dhe më thonë të para, nuk kemi pas që vedi të do që kemi tash, edhe pse materialisht në fakt përqen çdo herë për ndryshme, amo që zbrasti mëna vetës e këmposë. Edhe tash tjetë është shumë interesant se sa ma shumë që zgjohesh, sa ma shumë që kjo zbrastia mbushet, atë nuk je mbarë në mos për materializmit. Ti, më thonë, bësh shumë falenderues, e shef botën me një perspektivë këtë ndryshe. Nuk i shef më njerëz si idiota, po e them kështu, po i shef më shumë si viktima. Ndjen një farkeqore dhe tani bile këqyr me ju ndihmu. Qoftë se dal minimu, ose qoftë se është nevoja minimu. Po, zakonisht po pa atë ndjesinë e ki, e tash që dikush nuk e merr, ajo normal është që duhesh më të tërheq. Nuk ja vlen më mundu shumë për dikon që nuk e vlerëson punën tonë edhe që nuk e beson është. Amo çush e shef tash ti botën në krahasim me para se me u vedisu që shto para se me u zgju me një farë mënyre. Botën e shoh më ndryshe kur edhe dikush për shembull bëhet nervoz me ty ose të ofendon. Në fakt, është për një pasqyrje, është nështë edhe një mundësi diçka dhe për ty me pa që nështë nuk e ki pa ma parë për me përpunu, qoftë se do me përpunu. Edhe unë në tjetër, reagimi jetë ndaj të një situata, është edhe një pasqyrën për këta tjetë. Sepse
Shërimi Per i herë. dyanshëm. Po. Shërimi i dyanshëm. Në fakt është veç Po. për shërim kjo. Kjo shërim, Reagimet. reagimet e krejt. Mirë po, ka njerë është edhe mirë që kjo situatë që më më tregon që më ofendon dikush, e ka me të vërtet për mu, a me të vërtet tuna unë nështë me komgullë me thonë hej, për mu që kjo nuk është e vërtet. E vërteta jema është që kjo rrugë. Në qoftë se ty nuk pëlqen, ajo ty nuk pëlqen. Po për mu është kjo rruga e duhur, edhe unë vazhdoj rrugën teme. Pa marrë parasysh, a të pëlqen ty, a nuk të pëlqen. Dhe në qatë moment, kur vetësuam, kur e marrim fuqinë tonë për selbstbestimmung që thojmë, po për vetë vendosjen, atëre ti shkon për para. Edhe ti i ngre automatikisht ata njerëz që ty të bojnë mirë edhe ti bën atë në vetë mirë. Edhe s'ka kur gjo ma të mirë në këtë botë kur e ngre njëna tjetërën, ose njëni tjetërën që thotë hej, unë kom mendu qëta me bo, dhe aty të shoh ty, qa po mendon ti, apo bëjmë një bashkëpunim, edhe sidomos në që të kuën e tashme, është fërnecum, më lidhja shoqërore, kontaktet e ndryshme, edhe se bashkë mundë me arrit shumë ma shumë cene, edhe shumë ma shumë me shëru, se fundit krejt që të rrugtime që pibojmë, është vetëm shërimi për neve, është edhe shërimi për kolektivin, sidomos për kolektivin e grave, kolektivin e nonave, kolektivin e krejt atyve që nështë e kam pa, se kanë ditë, po s'kam pas guxim, s'kam pas mbështetje, s'kam pas atë vendosmëri për me mujt me vazhdu rrugtimin e vet. Dhe unë jam edhe falenderuese për krejt ato përjetimet që para arsit tonë i kanë pas, edhe që s'jon konë të mira, po gjitha ato përjetime neve tash ta mundsojmë me vetësu, me mujt me zhvillu dhe plus për fëmijët tonë, me jep një shembull tjetër, edhe natyrisht, nështë për prindët tonë na kemi përparu, për fëmijët tonë, apet sa apet nuk jemi kur ka heq, se ata jonë apet me një energji tjetër, me një dije tjetër, sepse edhe na kemi përpunu për që ata për me kona ata dhe para njëve. Po, dhe më thonë, e mira është që kur na punoj me vetën, edhe i shërojmë atë pjesën e kalume, dhe më thonë, edhe shpirtat e atyre që nuk janë më ndoshta, po edhe e transformojmë vetën, sidomos mundem me rritë fëmijë ma adekuat, jo ma zgjut, po thonë, po ma të vetëdijshëm, sepse zgjuarësia dhe vetëdia kanë dallimet të mëdha. Me qenë i vetëdijshëm edhe me qenë i mençur ka shumë dallim. Që kjo është edhe një arsye pse Lal Bolenën flasim për këtë tema, sepse me të vërtet kur nuk jemi të vetëdijshëm, edhe kur nuk punojmë me veten, kur nuk e shërojmë veten tonë, kur nuk ndalem me mendu edhe me reflektu çka ka diçka më shumë, se njerëzit janë mësu për shembull dhem dikon edhe ngojnë me njëherë të njëjtë. Është okej, nëse nuk din zgjidhje tjetër, s'ki zgjidhje tjetër. Po tash për hir të këtyre emisioneve, podcastave të ndryshme, kështu me radhë, për hir përjetimeve dhe të përvojave të mia, po ashtu edhe tuat që lere që i kemi si profesion, ndoshta që i kemi mësu, po sigurisht se edhe ti i ke integruar në jetën tënde, edhe i shef ndryshimet, i shef rezultatet. Unë personalisht ka prej se kom lind vajzën e vogël, që 8 vite nuk kanë qenë të mirë, po asnjëherë, sepse jo më bo mirë për vetës. Unë që shtuat, kur më stuaj kurri, unë nuk betohem me thonë nuk do shkoj kur të miku, se jetës në këtë jetë. Por unë e di që në bazë këtyre mësimeve që i kom bo, edhe në bazë të integrimit të energjisë, edhe shërimin që i kom bo me të kalumen edhe me gjithë shka, edhe e di që tani jemi kriju zvet, na mundemi më bo mjek i vetë vetës. E qka ka më mirë, sepse e para je mentalisht ndihe shumë më mirë, e keni farloj sigurije të ngrashme. E dyta, normal që ndihmon edhe tjerë, sepse të më thonë podcasti ju sot mundet me ndihmu shumë veta. Ata gjithmonë ata që janë gatshëm e marrë, natyrisht, sepse pa asnjë lloj imponimi. Edhe tjetra është edhe pjesa financiare, sepse janë investime, kur vrapon ti aty në mënyrë pavetëdijshme edhe kërkon ilaç me një farë mënyre.
është humbje e paras aty ku s'duhet. Kurse investimin vetën tonë që e bën që punon me qelizat e tua, vërtet tashit. Ndoshta dikush mundet më thonë, po edhe ajo pjesa e medicinës është investim qelizat tua, po është në mënyrë me substanca kimike, kurse kjo që bojmë unë edhe Albulina është gjithçka në mënyrën më të natyrshme. Qëre, ndonjëherë nuk i beson tash fuli ka ona besimit, se thuj që ky ka studiu, ky është mjek, është me shkenca, edhe shqyr që i kemi mjekt, sepse plot raste nuk kishin mujt me mbijetu në qoftë se si kishin pas mjek. Mirë po, në atë moment, kur mjekët, që po foli përgjithësi, se shkon të një specialist, shkon të specialisti tjetër edhe dikur thonë, që kemi qa me bo, duesh tash përse jeta mi marrë që të hapa, ose jemi varun prej hapave, ose hapat i merë po nuk të ndalë dhimten, s'kom qa me bo, që tash duesh me jetu me qëto dhimta. Në qatë moment, kur është ajo Leidensdruck, ajo dhimta atë shumë e madhe, që nuk mundesh diçka tjetër, nuk danë më kun edhe i varun për atynve hapave, atëherë e merr një rrugtim tjetër. Atëherë këqyr, ta provoj një herë fizioterapi, ta provoj një herë kranio, ta provoj osteopati, mundona me hipnozë, mundona me diçka tjetër. Dhe ka dalë e sheh përmirësimin, edhe ai rrugtim për herë është sa e madhe, sa është pesha e dhimbjes. Qoftë ajo dhimbje fizike, qoftë ajo që po të shkon nerva, që bën trigger, që thojnë. Se deri sa ti mundesh me balansu, që tash po kanë, hajt ta marr me të mirë që tash shukotet, ose kjo e ka qëta, kjo e ka qëta, po në qatë moment, kur ç'ki person, nuk mundesh me nalë, edhe ty atë shumë shkon nerva, atëherë thu, tash u kry puna që tash du me shku te mjeku, du me shku aty, edhe du me ndryshu se s'ka mo nerva më ballafaqu për ditë me qëto sene. Atëherë, merr vendimin. Deri sa mundesh ti me balansu, nuk merr vendimin. Dhe unën tjetër, pse nuk marrim vendim, sepse nuk e kemi mësu. Që për shkak se njerëzit nuk marrin vendime, dhe Zoti ja u çon disa sfida çaq shtronda, sepse jeta kur nuk është kundër neve, gjithmonë është për neve. Edhe sa herë që dikush për shembull e ka një sfidë shumë të madhe në jetën e vet, unë e di që kjo sfidë ka për të mirën e tij, por që normal në çato momente ti s'mundesh as me imagjinu se është për të mirën tënde, e leje më me besu. Po gjithçka është për të mirën tonë, sepse nëse nuk marrim vendime, mundet jeta jonë me përfundu shumë keq.